Ju përshëndes, mirë se erdhët. Qeveria ka miratuar edhe zonat e tjera, le themi, të zhvillimit në 9 bashki, duke çuar në 24 numrin e bashkive të cilat janë përgjigjur pozitivisht për thirrjes së qeverisë në përcaktimin e zonave me prioritet apo përparësi zhvillimi gjithmonë në kuadër të paketës së maleve. Bëhet fjalë për Beratin, Dimalin, Durrës, Himar, Kavaj, Librazh, Mirdit, Rogozhin dhe Vlorë. Ndërkohë që edhe të shtunën gjatë mbledhjes së asamblesë, kryeministri Rama ka përsëritur thirrjen lidhur me bashkitë të cilat nuk kanë dorëzuar ende vendimin sa i takon zonave me përparësi zhvillimi. Nga ana tjetër ka vendosur si kusht për kryebashkiakët që të firmosin së paku 10 kontrata, në të kundërt nuk do të kenë të drejtë të rikandidojnë në zonat e tyre. Aspektet teknike dhe jo vetëm, kam kënaqësinë që të kem në studio Olgerta Ndoja, avokate. Përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje ata. Kënaqësi që je me ne. Gjithmonë kënaqësi. Po ashtu do të na bashkohet edhe zoti Myrshit Vorpsi, kreu i shoqatës Pronësi me Drejtësi, për të ndarë dhe për të kuptuar nëse në thelb kjo nisëm e cënon procesin e kompensimit të pronarëve. Megjithatë, Olgerta, të ndalemi pak tek pjesa ligjore. Në vetvete si e ke parë se ka qëndrime të ndryshme lidhur me këtë nisëm të qeverisë, që do thotë ata të cilët e kanë mbështetur, e kanë parë si një nisëm të domosdoshme për rigjallërimin, riecimin e zonave të braktisura, por edhe nga ata të cilët e shohin me dyshim, pra kanë pikpyetje mbi funksionimin e kësaj pakete. Si është për ty? Si ka ardhur për ty, le të themi, si iniciativë? Në aspektin profesional, ashtu siç unë përfaqësoj në shtetin shqiptar si avokate e Republikës së Shqipërisë, Thomës Kombëtare Tiranë, kërkesat kanë qenë të shumta pranë zyrës tonë, kryesisht nga emigrantët, kryesisht nga zona e Veriut, të cilët në shtetet e botës kanë disa role, funksione dhe detyra tyre që janë ushtruar dhe janë bërë profesionistë në fushën e agroturizmit, në fushën e bizneseve të turizmit, dhe kanë pyetur gjatë gjithë kohës duke marrë nga ana jonë një informacion për mënyrën e aplikimeve. Si profesioniste, do ta thoja me shumë zë të lartë dhe me shumë dëshirë, e vlerësoj nismën e re të pushtetit qendror të qeverisë tonë, të cilën ka marrë këtë iniciativë për të zhvilluar zonat rurale, pasi zhvillimi i tyre pothuajse ka qenë totalisht i braktisur dhe i fokusuar në pjesën e rrugëve, pa diskutime shumë kryesore struktura dhe infrastruktura e një vendi, edhe zonave rurale, ndriçimi apo pjesa kanalizimeve dhe infrastruktura mbështetëse, le të themi, por kjo për mua në 30 e ca vite që ne kemi pushtet dhe jemi në demokraci të plot dhe kërkojmë që të shkojmë drejt Bashkimit Evropian, këto janë gjëra bazike që për mua kanë këto çfarë cilësuan pak më përpara, janë procedura bazike të cilat kanë vetëm nevojën e rikonstruksionit. Nuk kanë më nevojën e zhvillimit, ndërsa zhvillimi duhet me patjetër që të zhvillohen zonat rurale, zonat malore, zonat e thella, ku njerëzimi apo popullsia pothuajse është braktisur totalisht dhe ka ikur në një vendet perëndimore. Duke pasur zhvillime të tilla mbi pronësinë, por shteti ka lënë disa hapësira ligjore. Hapësirat ligjore janë me afate 30 ditore deri në 45 ditë ku mbaron gjithë procedura, cikli procedurial i zbatimit të këtij ligji, dhe nuk e shikoj problematik. Ne kemi diskutuar dhe në takimin e fundit që kishim bashkë për pronat 7501-shin, po i rikthehem vetëm për të cituar për ish pronarët apo për përfituesit e këtyre pronave, nuk cënon, madje ish pronarëve ju jep aq më tepër hapësirë dhe ju jep më tepër mundësinë e largimit të burokracirave që janë ndjekur deri më sot, ku nuk kanë mundur do t'i trajtojnë këto dosje në Agjencinë e Trajtimit të Pronave apo në disa struktura të tjera vendore. Ka gjykon që mënyra se si është ndërtuar kjo bazë ligjore, edhe pse ka si qëllim zhvillimin e zonave të braktisura, kryesisht, pra misionin fillestar ky ishte, por duke ditur kontekstin që do thot problematikat që janë shënuar sa i takon procesit të regjistrimit të tokave të ndara me ligjin 7501. Kjo është një paket e cila do të orientojë drejt zgjidhjes, sidomos në faktin që një pjesë e konsiderueshme e pronave ende të paregjistruara, pra të ndara me ligjin 7501, por në cilat nuk ka përfunduar regjistrimi fillestar, janë kryesisht të përqendruara në veriun e vendit. Pra, kjo
do të shkoj le themi dhe do të adresoj këtë problematik, veçanërisht për këto zona? Për mua si profesionist të legjislacionit shqiptar, e dispozitave ligjore dhe pjesëmarrjes të shumtave të ligjeve në Shqipëri, unë jam e sigurt dhe shumë e vetëdijshme që do ketë një rregullim të procesit të ish pronarëve të asaj kohe të reformës 43 deri 47, si edhe të përfituesve me 7501-shin. Pasi shumë AMTP nuk janë regjistruar të vjetra, shumë prona nuk janë regjistruar me regjistrimin fillestar dhe shumë prona të ish pronarëve nuk kanë marrë akoma vendimet e Agjencisë së Trajtimit të Pronave. Ka një mundësi dhe një hapësirë ligjore që e jep të drejtën zhvillimin e pronës, pra edhe nëse ata e kanë poseduar nga të parët, pra siç e ka dhe titulli i ligjit posedues jo pronar, sepse nuk ka një dokumentacion të rregull dhe një certifikat përfundimtare, por që e tregojnë dhe e vërtetojnë si me dokumentacione të vjetra, si posedues nga personat të cilët do jenë dëshmitar edhe disa prova të tjera faktike, jep të drejtën që ata ta kenë mundësinë edhe ndoshta të një përfundimit procesit të një titulli pronësie që shumë veta e kanë vuajtur. Tani, dilema është që kjo nisëm i pajis me titull pronësie? Po, i pajis me titull pronësie, por sipas kriterëve dhe kushteve përkatëse që do zbatohen sipas ligjit në fuqi që është vendosur 20/2025. Sepse ligji përcakton, nuk di nëse e kanë veçuar pjesën në cilën përcaktohet që do jetë kontrata e blerjes, pra kontrata me vlerën, po, atëherë në nenin 13, përcaktohet, po, në nenin 13 të ligjit, se në rast pranimit të kërkesës, Ministria Përgjegjëse për Ekonominë fton poseduesin jo pronar për lidhjen e kontratës së shitjes me kusht, me vlerën simbolike €1, ku kushti konsiston në marrjen e certifikatës së përdorimit. Pra ligji nuk thot certifikat pronësie, por në çdo kontratë që të paktën nga Ministria e Ekonomisë që është lidhur, gjithmonë duhet fillojë me disa kushte dhe kufizime, patjetër, me disa kushte dhe kufizime. Flasim edhe për VKM 54/2014, e cila jep të drejtën e marrëdhënies institucioneve shtetërore apo akoma aseteve shtetërore, dhe pse kanë qenë nga ish pronarët, por sot gëzohen aktive me pronat e shtetit, jep të drejtën që subjektet si civile, si fizike dhe subjektet juridike i lind të drejtën që të kenë një marrëdhënie me shtetin shqiptar mbas një kontrate dhe nëse respektohen kushtet edhe kriteret, pra flasim për VKM 54, 86, disa VKM përkatëse, si dhe rastin 2020 për borën përdorim, por dhe rastin konkret ligji 20 të 2025-s që flasim po për këto kontrata të paketës së maleve, duhen disa kritere dhe disa kushte të kufizuara se është kontratë shitje me kusht, po të vëmë re ligjin brenda neneve të tij, sepse ekziston në drejta edhe për zgjidhje të njëjtshme të kontratës, por duhen disa kritere të përcaktuar, po, nëse 3 vite nuk është respektuar kushtet e kontratës, do të rimerret automatikisht pa të drejtën domethënë në mënyrë të njëanshme në rastin konkret është Ministria e Ekonomisë dhe në rastet e tjera do të ketë të drejtën dhe suportin e gjithë shtetit duke u survejuar edhe duke u ndjekur nga specialistët e fushës si nga Ministria e Shtetit. Kjo do të thotë pra fakti që është një kontratë shitje, blerje, përdorimi e kështu me radhë, është një praktik që nuk e privon ata të cilët do jenë në këto kushte që të pajisen me tapi. Pra me titull pronësie në fund... Në qoftë se do respektohet projekti i tyre, dhe projekti sepse në shumë raste kanë ndodhur në Republikën e Shqipërisë, që kanë devijuar, kemi rastet e AZBR-s, të cilat shumë shqiptar janë nisur me pa i paragjykuar dhe kërkojnë ndjesë edhe për prezantimin mediatik, por shumë raste janë ndjekur dhe kanë ardhur edhe në studion time duke prezantuar që të marrin disa fonde nga AZBR-ja, sepse kështu merren fondet. Jo, fondet merren gjithmonë në zhvillim dhe në strukturën e plotë të një procedure për të zhvilluar qoftë individin apo për të zhvilluar atë vend rural apo atë vend të cilën jepet mundësia për të pasur aktivitetin e plot. Dhe në këtë rast, ne flasim që jepet e gjithë e drejta subjekteve përkatëse si individit, si subjekt fizik apo juridik, jepet e drejta të zhvilloj mbi projektin që ka prezentuar në momentet e para pranë pushtetit vendor, pranë Ministrisë së Punës, e cila është drejt për drejt e angazhuar me VKM, si dhe Ministria e Ekonomisë që lidh kontratën përfundimtare. E fillon me një kontratë me kusht, pastaj përfundon bazë të normës së vlerësimit të gjithë projektit që është zbatuar me rregullat plota dhe është ndjekur nga inspektorët e posaçëm, pa diskutim që ai pronto mbetet e tija. Mbetet e tija, nuk ka asnjë rrezik. Patjetër, duke qenë se ka qenë ne kemi përvojën me ato që ndodhi. Unë kam thënë shpesh sa herë kam diskutuar për paketën e maleve që një rast i ngjashëm është edhe me tokat, ajo çfarë ndodhi, le të themi me tokat përgjatë vijës bregdetare. Nisi me pikërisht me vizionin për të investuar, ato tapit, investimet Shqipëria €1 nisë më aso kohë dhe përfundoi duke i pajisur me dokument pronësie. Por ndodh
që të gjitha këto risi edhe këto iniciativa bie ndesh me pronarët e vjetër? Kjo është ajo pikë pyetja, zoti Mëshqit Dorpsi, kreu i shoqatës Pronësime Drejtësisë Bashkuar me ne në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. E nisa në formë pyetje, por në të vërtet, si keni parë ju në raport me interesat e pronarëve të vjetër? I cënon kjo nismë? Terminologjia ishte termi bukur, e? Paketa. Paketa maleve. Që ndryshimi ka nga ligji për fshatat turistike? Në koncept. Po flasim si Në Bregdet kishim një fshat turistik, në Malci, në mungesë të detit, kemi një rezort tjetër që do krye dhe i pot një funksion, turizmin. Me një sipërfaqe toke që quhet shtet. Ligji për turizmin për fshatat turistik, në 96-ën, kur miratua, ka qenë një ligj 76-65 për zonët të përsi turizmin, parashikonte që shteti do e jepte tokën me qera zhvilluesve të atyre fshatarëve turistik. Ato bilat që do ngrinin, ose objektit që do ngrinin... Daton 1996-ën? 1996-ën. Ligji 7665 i 93-ës, në falë. Pastaj në 2009-ën, nga 32 fshatat turistik që kishim, doli që më tepër se 30 fshatat turistik, ndërtuesit, ose personat e stimuluar, i kishin shitur objektet. Dhe atëhere qeveria mori një vendim dhe i shiti për ta çmimeve qesharake, sipërfaqen e tokës që i kishte dhënë atyre për zhvillim, në mënyrë që të ligjëroheshin gjithë kontratat e shitjes që ato kishin bërë me subjektet ndryshme. Dhe kjo ka ndodhur në 2009-ën. Tashti, pas kaq vitesh, kthehemi me një strukturë të njëjtë. Struktura në vetvete është e njëjtë. Shteti merr përsipër nga pronat e veta, t'i japi personave të ndryshëm sipërfaqe toke për të zhvilluar projekte në fushën e turizmit malor, po themi. Më duket se në verën e vitit kaluar, pati edhe një fushat spektakolare prishesh, sa ndërtimesh paleje, dhe më thonë, që ishin për turizmin në Malcin, në veriun e Shqipërisë. Po, një aksion për shembin e ndërtimeve paleje. Dhe atëhere, u trumbetua dhe paketa e maleve. Të gjitha këto kanë bëjnë me sipërfaqe toke, të cilat shteti ja jep zhvilluesve të ndryshëm. Dëgjova dhe një, në zgabohem, një deklarim të kryeministrit para 2 ditësh, kur ju drejtonte kryetarëve të bashkive të zonave malore, të verilindjes Shqipërisë, po themi, me ultimatumin që pos më sollët 10 persona, nuk do ju kandidoj. Do ndalemi edhe tek... Pra, se ka përmendur edhe jemi në një paradoks. Sa i takon origjinës dhe titullit pronësisë të pronës. Këtu ngelimi në një qerthull tjetër. Ligji 7501 ka të bëjë vetëm me tokën bujqësore. Këtu, ndërtimi i këtyre fshatrave ose resorteve, nuk do bëhet mbi toka bujqësore. Do bëhet me sipërfaqe toke që ose janë pyll, ose janë livadh, ose kullot, ose diçka e tillë kësaj natyre. Po toka bujqësore jo. Sepse nuk mund tjetërsohet zëri kadastral. Kjo është aja. Pika e dytë. Lloji pasurisë. Pika e dytë. Nga tokë të këtuar, po. Duhet që të gjithë personat që janë me banim sot atje, sa kohë që nuk kemi të bëjmë me 7501, duhet të verifikojnë ose të deklarojnë titullin e pronësisë tyre. Me Kushtetutën e 76-s gjithë tokat u shpallën shtet. Në 91-shin, në qoftë se do të rifitosh me legjislacion, në qoftë se do të rifitosh titullin e vjetër të pronësisë,
duhet paraqisësh një dokumentacion, edhe zonja e bin më mirë, i cili të vërtetoj që ke qenë pronari para 45-ës. Më thua se ku mund të gjem një dokumentacion të tillë banorët atyre fshatërve atje, të zonës veri lindore të Shqipërisë? Apo jo? Ato mund të kenë pas tokën e vjetër, edhe unë nuk e vej fare në diskutim, por nuk kanë një titull pronësie. Me parashim tokës bujqësore që e ka marrë në 7501, ato nuk kanë një titull pronësie. Atëherë, kush do të japi shteti? Kush do të japi tokën atyre? Do të japi shteti, nga ajo që quhet pronë shtetit. Do e japi shteti nga ajo që do e quhet pronë shtetit dhe do e japi falas për të bërë një projekt turistik. Apo jo? Po projekt turistik, qeveria e sotshme thot ai projekti që dua unë, edhe që do e jap atij që dua unë. Jo, atë nuk e thot që do e jap atij ku dua unë. De facto që t'jemi të sinqert, nëse ne do paragjykojmë ligjin dhe nëse do paragjykojmë ligjin dhe do paragjykojmë dhe metodologjin, ka shumë ligje që nuk paragjykohen dhe unë të jap të drejtë. Por është bërë një normë që në pragun e fushatave elektorale, qoftë për zgjedhjet e pushtetit vendor. Jemi para fushatës një vit para. Nuk kemi një vit para fushatës. Jemi një vit para. Fushata fillon në muaj. Tani çdo nisëm që do fillojmë nuk kam asgjë me qeverinë dhe për mua është zero interes qeveria në aspektin ligjor. Të lutem, ndjes që të ndërhyra, por në këtë aspekt kam dëshirë, duke qenë se kemi shumë dëgjues dhe shumë ndjekës të shqiptarë të Republikës Shqipërisë brenda dhe jashtë, dhe nuk e kam ditur vërtet që ka pas kaq shumë ndjekës dhe kaq shumë interes ndaj kryesisht moshave të treta dhe respekt maksimal ndaj tyre dhe i respektoj dhe i përshëndes me që më jepet mundësia, në mënyrë kategorike ne nuk mund të paragjykojmë procese dhe nismat qeveritare kushdo parti qoftë ajo. Mua më pëlqejnë nismat qeveritare, më pëlqejnë nismat e reja, më pëlqen zhvillimi rural, pasi unë vi vet nga një zonë që të prindrit e mi janë mirëditor dhe vet jam një rritur në Laç, dhe unë kur shkoj atje për takuar miqt apo të afërmit e mi, ndjej një keqardhje shumë të madhe në zonë shumë 25 minuta nga Tirana flasim për Kurbinin dhe 45 minuta flasim për Mirditën, ndjej një keqardhje shumë të madhe kur është një vend totalisht i braktisur. Uroj që ky ligj të funksionojë me dëshirën e plotë të qytetarëve një herë dhe me dëshirën e plotë të hiqet paragjykimi, po të kenë mundësinë për t'u drejtuar një zëri qeverisë, ti ngrihen këta qytetarë dhe ti thonë ky ligj, më fal ata, ky ligj të cilin juve e keni procesuar, e keni vendosur me Këshillit Ministrave, kërkojmë të zbatohet. Këtu jam dakord dhe ngrihem dhe unë një zëri me qytetarët për të zbatuar procedurat ligjore. Por akoma ku një proces kemi vetëm disa kërkesa me 25 bashki, 36 akoma nuk kanë aplikuar. Nuk kanë dorëzuar ende. Nuk kanë dorëzuar ende. Është një kohë shumë e shkurtër. Këtu totalisht jam me ty i nderuar, zoti Vorpsi, që kemi një kohë shumë të shkurtër, një vjeçare, duke mos i shmangur dhe burokracitë e institucioneve. Kemi burokraci të pafundme si nga zero profesionist, si dhe nga persona që sabotojnë dhe unë të njoh shumë mirë nga procese gjyqësore që unë keni pasur në Republikën e Shqipërisë. Po, do mbaroj me një fjali. Në rastin konkret jam plotësisht dakord me ju në shumë aspekte, si dhe vetë jeni përplasur në shumë gjyqje me pronat juaja personale si edhe të shoqatës, por unë të dëshiroja shumë që mënyra e procesimit ishte të drejtohej në një format perëndimor dhe jo me dëshirën e madhe gjithmonë vetëm për të thënë që Faleminderit. Kjo është personale, po e them për dëshirën e madhe të gjithë qytetarëve. Që ndërmerret edhe ka të bëjmë, po do ta vazhdojmë, por vetëm një moment, sepse çdo iniciativë ligjore që ka të bëjë me pronat, paragjykohet për shkak të kontekstit. Ne dim në çfarë situate janë sot çështjet e pronësisë. Pra, një kapitull ende i hapur edhe pse kanë kaluar më shumë se 3 dekada. Edhe nëse ka pikë pyetje është që ka pasur nisma të tjera të ngjashme, të cilat nuk i kanë qëndruar misionit për cilat janë krijuar këto nisma. Kështu që të gjitha këto janë ato të cilat shtojnë drithijet e çdo politike, e çdo iniciative që ndërmerret. Por fakti që ne diskutojmë është për të kuptuar se ku preket njëra palë, ku preket tjetra, edhe në fund ditës edhe për të bërë përmirësime, sepse kjo është një bazë ligjore që është ende e pa materializuar, është edhe momenti për të bërë përmirësime në mënyrë që të mos dalë nga kornizat për të cilat është krijuar. Kështu që edhe në këtë aspekt, unë do doja të kuptonim pak nëse ka
le themi boshllëqe që duhen plotësuar për të mos devjuar nisma, por edhe ku cënon në gjykimin tuaj. Atëherë, ndetëm së pari ke fakti i thjesht, në djenin time, e gjithë zona veri lindore, tokat janë darë, tokat në 7.500 ishin zakon të venit. Pamërësisht AMTP-ve. Sot është një normë normale që në veri lindje në zonën malore, tjetër vend ta ketë tokën me AMTP dhe tjetër ka pas edhe ka sot vend banimin tokën që kanë punu të parët e tjera. Dhe kjo është një normë dhe më thënë që ka pas gjithë veri lindja. Sa ko që ju thash, është e pa mundur, dhe unë e njoh mirë veri lindjen, është e pa mundur që të gjesh fshatar të cilët të kenë një dokumentacion të pronësisë së para 45-ës. Për të provuar që janë pronar djetër. Për të provuar. Pra, sot jemi si investitor të mundshëm të atyre resorteve do t'jenë ose banorët ati fshati, apo jo, ose njerëz investitor të cilët do vinë, do paraqesin projekte të tyre edhe do marrin sipërfaqe toke. Dhe qëllimi... Ligji nuk lejon këtë hapësirë, pra ligji thot dy kategoritë të cilat mund të përfitojnë, janë ata të cilët provojnë që kanë qenë përdorues faktik në 10 vitet e fundit, ose individ të cilët edhe pse nuk vërtetojnë që kanë qenë përdorues faktik, dëshmojnë që është një tokë e trashëguar nga të parët, apo jo? Të kujtë sipërfaqe toke. Të kujtë sipërfaqe toke përdorues faktik. Po flasim për një më fal një minutë, më fal një minutë. Jo, ta bëjmë një formë diskutimi për të kuptuar se po ju dëgjojmë. Më fal një minutë. Po flasim për një sipërfaqe toke, që nuk i është dhënë asnjëherë në përdorim. Sepse nuk ka pas një tagër për të dhënë në përdorim. Ajo është një sipërfaqe toke në cilën banorët e verilindjes kanë shkuar në zakon vendit ke tokat e veta. Por në raport me ligjin, nuk kanë një dokument që të provojnë që kanë një titull pronësie të para 45-ës. Është e njëjta skem, siç jemi në marrëdhënien e rriollit. Të gjithi kanë titullin e pronësisë. Dhe me zonja me qenë si juriste që është e një fare mirë faktin që në verilindjen e vendit e Shqipërisë, dhe më thonë, përgjithsisht ka pasur dhe pronat të fshatit, ku gjithë fshati kishte drejta përdor të atë pronë, qoftë për kullotje, qoftë për tjerë, u qyshin pronat të fshatit. Por, si gjendje juridike sot, ato figurojnë të gjitha shtet, nuk kemi të bëjmë një tokë bujqësore, është një sipërfaqe pylli. Në çfarë sensi ai do të provoj përdorimin e asaj sipërfaqe pylli? Në çfarë sensi, ma thuaj? Kjo është e vërtet, e pakta që të nisë edhe një çik më tepër këtë diskutim. Se diskutuam për vendimet qeverisë që dalin në prag të fushatave. Apo jo? Aspekti parë, pra fakti që kemi bëjmë me to kullot, tyje, livade, në 31 të 2023-shit, në prag të një vit për para, fushatës zgjedhore, doli një vendim qeverie 320, për një krimin e task forces ndërinstitucionale për identifikimin e mënyrën e trajtimit pasurisë të palushme tokë bujqësore në përdorim të personave. Po, task forcat çfarë parashikonte kjo? Që janë Kjo parashikonte që gjithë ato që për te AMTP-s kishin dhe i sipërfaqe toke, që kishin punuar bas viteve 90 e këtej, të krijoshin kushtet që ta merrnin këtë sipërfaqe toke duke e blerë. Apo jo? Që të jemi koherent, do më thonë që ndodhin për herë daljet e projekt ligjeve, ose vendime në prag të fushatave elektorale. Po ashtu kemi edhe një vendim 435 të 2024-s që të njëjtën gjë kishte bërë. Krijoi një grup institucional
ose i dha të drejt bashkive, që të gjithë personave që kishin bërë një ndërtim pa leje dhe prishin të dilte një leje ndërtimi, të kontaktoshin nga bashkit, dhe bashkit do ishin si interlokutore ndërmjet tyre dhe agjensive të kadastrës, isha luiznit, për legalizimin e këtyre objekteve. Kishte një qëllim të pastër elektoral. Edhe kjo paketa e maleve duhet të kuptoni fare mirë, që ka një qëllim të pastër elektoral, dhe pranaj po të mërtohet tani. Dhe zgjidhjet janë të kësaj natyre. Ka pas një shprehje, ndoshta nuk është shumë e përshtatshme, megjithëse se jeni një ambient me femra, ku thojte të fus një shkumb sot, i thojte berberi klientit, po të fus një shkumb sot, ke mjekra, po për të rojtur të arruj vitin tjetër. Pra, janë të gjithë të persona, fatmirësisht banorët atyre zonave, që do jenë për balë kësajt. A ti kujton ti se gjithë fshati do të marrin nga një paket malesh, shtëpi për shtëpi e fis për fis, me që je... Mund të nxisë kjo... Më drejtuar si pyetje, ndjesada, do t'i përgjigjem... Për të kuptuar pra thelbin e kësaj nisme dhe... Kur ja thash që janë në prag të fushatës elektorale, duhet ta kuptoni drejt që janë në prag të fushatës elektorale. Në 2025 në shparaqitjet të 2027-ës. Dhe sot pse mori vrult sot? Pse mori vrult sot? Nëse do ta shikojmë nga konteksti politik, nuk do t'jepi asnjë argument. Më thuaj edhe një herë. Politizuar deri në momentin që janë përballë jush. Atëherë, sa kohë që jemi përballë paketës maleve, kishte ndonjë sens prishja atyre resorteve në Valbon? Prishja e resorteve në Valbon, si dhe në si ndërtim pa leje? Kemi... Si ndërtim pa leje? Atëherë, në një informacionin tim, janë ligjëruar me legalizim, disa prona, po vetë nga kjo qeveri që sot është aktuale dhe ka pushtet plot, dhe nuk është cënuar as edhe një certifikat e atyre pronave të Valbonës, sepse janë raste që unë i kam pasur në zyrën time, dhe pjesa tjetër kanë qenë totalisht të palegalizuara. Në çfarë sensi? Sa i mbetet, pra të palegalizuar kanë qenë pra dokument certifikate, pronësie, pra një pjesë janë certifikuar dhe pse ishin me ndërtim pa leje, është legalizuar. Dhe kanë filluar të lutem, se nuk dua të do të më bësh një pyetje dhe të kthejmë një pyetje, jo 10 pyetje për të marrë një pyetje të vetme, se nuk e bëjmë dot edhe për dëgjuesit. Në rastin konkret, unë nuk dua të keq interpretojmë ne në panel edhe të disinformojmë qytetarët, i përket Republikës Shqipërisë edhe gjykatave për të cilin janë drejtuar si Riolli edhe si Malësia e Madhe, ndërsa atë çfarë juve thatë në rastin që të gjithë fshatarët do t'i drejtohen me aplikim, tani hall kemi kur ne kemi pengesa dhe nuk i lindë drejta gjithëve. Në momentin që na jepet e drejta gjithëve, po pse do të çojnë gjithë fshatarët, unë jam me parimin duke qenë se është e pakufizueshme. Pra kur thot individ, i përfshin të gjithë fshatarët dhe të qytetarët me respekt madh. I përfshin subjektet si person fizik edhe juridik, prap respekt maksimal që të zhvillohet sistemi shqiptar si ekonomik, si turist, si infrastrukturor. Unë jam pro kësaj gjëje, nuk jam kundra. I linde drejta, do të korrigjoj vetëm pak, individi ka të drejtën që e provon pronën si ish pronar, por që nuk është sot aktualisht me certifikat pronësie, i linde drejta të ketë të drejtën e një përthithje të një investitori. Pra jemi prap në të dyja rastet. Sepse ligji përcakton që nëse nuk është në këndishme në të dyja rastet, do të mund të hyjë një marrëveshje me një investitor. Shatari mund të gëzoj si ish pronar, si posedues jo pronar, merë përsipër, t'i japi sipërfaqe të konsiderueshme toke, në kuadrin e fshatit turistik, po e quajmë që duash, ose paketën e maleve, një personi X nuk i parëgjykoj asnjëri nga gjithë fshatarët atyre zonave, për të bërë një resort, edhe në këmbim të kësajt, po jep një sipërfaqe toke, më fal një minutë, po jep një sipërfaqe toke, që minimalisht do t'jetë brenda kuadrit 1 deri 5 hektar për të bërë gjithë këtë resort të bukur, falas. Se i quan falas? Falas
Tani, falas Edhe procesi i regjistrimit papagesës, i regjistrimit të tokave. Po themi që është toka ish pronarëve. Apo flasim që toka është ish pronarëve. Jo, më jo, po të them sot ka mbetur shtet, sepse vet. Po pra, statusi juridik i pronës ka mbetur shtet. Po ish pronarë, fatkeqësisht, këto ish pronar zonjë, fatkeqësisht nuk kanë një titull pronësie, e para. Po e dyta, në kuadrin e kthimit dhe konversimit pronave, barrën e provës, ligjvënësi shqiptar, ja ka ngarkuar jo shtetit, subjektit, por subjektit vetë. Pra, subjektit vetë duhet paraqisi një dokumentacion me cilin përvoj që ka qenë pronari para vitin 25. Jam shumë dakord. Tani unë kam një kodin administrativ dhe procedurën administrative. Ju jeni juriste dhe dini fare mirë. Agjësia e trajtimit pronave gjykon se shkallë parë. Ju jeni juriste dhe dini fare mirë. Që me 133-in, të 2016-ës, gjyqjet e faktit nuk njihen më. Proceset gjyqësore të faktit nuk juriste janë shumë e lumtur që nuk njihen më. Ju jeni një trashëgimtar i vjetër në Republikën e Shqipërisë, vorësët janë vjetër autokton të Tiranës. Me një respekt shumë të madh, i kam përfaqësuar në avokaturën e shtetit. Por një gjë të lutem, juve ju jepeshe e drejta, e plot si ish pronar, në rastin konkret ku flasim personalisht dhe duke përfaqësuar fisin tonë, por gjyqjet e faktit ne dim shumë mirë, të lutem. Leje këtë pjesë. Unë po flas me shumë respekt nga ju, dhe do të lutem shumë më le të mbaroj. Dhe më le të mbarojmë ti po kundërshton gjyqin e faktit, apo po e mbron gjyqin e faktit, dhe kundërshtimi po vjen nga unë në ligjërat të plot. Pse po ta kundërshtoj? Shumë gjyqje fakti, me 4-5 dëshmitar, duke pirë edhe nëpër kafenete lokale të Tiranës, apo të Mirditës, apo të Vlorës, kanë arritur dhe kanë përfituar gjyqje me dokumenta falso, edhe me dëshmitar të rrem. Atëherë po flasim 96-ën, sot nuk ka gjyqje fakti. Sot ka proces të rregullt procedural edhe administrativ. Dhe gjyqin e faktit 2, kisha për qëllim të thoja pikërisht këtë gjë. Fatkeqësisht, banorët atyre zonave, sot, nuk kanë një titull pronësie me cilin të vërtetojnë qenien ish pronar. Nuk e di, po e kongull shumë këtë që nuk kanë. Unë po e paragjykoj, unë e njoh veri lindjen. Jo, po to që nuk kanë dokumentat e parareformës 23. Dhe dyta, po me 133-in, që në 2016-ën, pronarve i ka humbur e drejta, bas periudhës 6 mujor të 2016-ës, të rikërkojnë sot një pronë të vjetër, me liqë. Me agjensinë e drejtimit pronave ka humbur? Pa tjetër. Jo, absolutisht. Ajo është subjektiv vetë. Nuk jam dakord. Ajo është subjektiv. Procedurë dhe ligji ishte platforma nga 2017-2013. Shikoj e ligjin dhe flasim. Për shqyrtimin, jo për aplikimet e reja. Një pyetje, nëse nuk janë pajisur deri më sot për shkak se në pretendimin pra që ju parashtroni, nuk kanë dokumente që të provojnë pronësim përpara 45-ës. Dhe për këtë arsye, procesi e regjistrimit, i përfundimit të regjistrimit fillestar në zonat veriore nuk ka përfunduar. Nuk është kjo një nisëm pikërisht që të përfundoj ky proces? Atëherë. Ja, na e kthe përgjigjen të shkojmë pak publicitet. Ndjes shumë. Një hapësirë shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish në studio.